Disa muaj më parë, një numër shumë i madh djegësish në rrjetet sociale më quan një video e cila nuk dukej reale. Ishte një video i një grupi personash dukshëm të huaj, jo shqiptar, që kryenin një ritual mistik në majën e Tomorit, në tyrben e Abaz Aliut në Tomor. Në fillim mendova që ishte inteligjencë artificiale, videon ju mund ta shihni vetë dhe ritualin. Sot që kam ardhur në malin e Tomorit, pyeta në fakt nëse ishte vërtet. Po, është e vërtet. U thellova më shumë për të kuptuar, bëhet fjalë për përfaqësuesit e një fisi i cili ka lidhje me profetin Muhammed, Beni Hashim quhen, të cilët janë shtrirë në gjithë botën, në Arabinë Saudite, padyshim prej Ngavinë, në Jordani, në Iran, në Irak, të cilët mblidhen për ritualin e Ashurës, një ritual i cili përkujton vrasjen e Imam Husseinit dhe Imam Aliut, Abaz Aliut, në 680 në Kerbela të Irakut, ku fillon dhe shizma mes muslimanëve në shiit dhe sunit. Këta përfaqësues të këtij fisi, të cilit kryetarin e tyre kishin një francez, më thanë këtu që fliste frëngjisht, shkojnë në vendet më të shenjta të Bektashi për të kryer këtë ritual që është një ritual i mundimit vetvetes në respekt të Abaz Aliut. Kështu kanë mbritur edhe në këtë pjesë në muajin gusht dhe tetor, në video siç po e shihni, në maj ku ndodhet tyrbja e Abaz Aliut. Kështu që nuk është video me inteligjencë artificiale, është video reale e ritualit të Ashurës në malin e Tomorit që për Bektashin kudo në botë konsiderohet i shenjtë.